Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar mufti, të nderuar profesor, studiues, dashamirës të dijes, rreth parë ndaj veten time shumë fatlum që marr pjesë në këtë aktivitet të radhës të organizuar nga Bashkia Islame e Kosovës, e cila sipas mendimit tim po vendos dal nga dal margaritarët në kurorën e fesë dhe kombit ton. Në kurorën e figurave të fesë dhe të kombit ton, shpeshherë e shëmbëllej punën dhe angazhimin e Bashkisë Islame të Kosovës me ato azin në shkretirën për fat keq akademike në mesin e muslimanëve të Ballkanit, sidomos në mesin e shqiptarëve. Mendoj se në fillim të fjalës sime ja vlen të kujtoj pak periudhën në të cilën pata fatin të lexoj dhe të vendosja për përkthimin e librit që promovohet sot. Ishte koha ku më duhej të vendosja për temën e doktoraturës në Stamboll. Mendoja çdo lloj ideje në kokën time, por mentori im, profesor doktor Ahmet Turan Arslan, i cili është njëkohësisht edhe nxënës i Ali Jakub Efendiut, më tha: "Mos u lodh shumë, gjej një autor shqiptar dhe punoja atë." Duke qenë indikuar nga ideja se gjatë periudhës osmane shqiptarët kanë nxjerrë shumë figura politike dhe ushtarake, po jo domosdoshmërisht edhe dietar, i tha se nuk ka ndonjë dietar që mund të punohet si temë doktorature. Mbaj mend se profesori më foli me qortim dhe më tha: "E ke shumë gabim. Arnautët janë ata që kanë mbajtur edhe shtetin edhe fe në këto troje." Fillova të hulumtoj si puna atij që kërkon thesare, por i pasigurt në vetveten e tij dhe pa ndonjë hartë paraprake në dorë. Me të vërtetë nuk kaloi shumë kohë dhe në ekranet e kompjuterave të bibliotekave filluan të më shfaqen njëri pas tjetrit emrat e hoxhallarëve, dietarëve, personaliteteve nga qytete të ndryshme shqiptare, të dalluar në fusha të ndryshme të dijes. Ato emra i ngjanin atyre dritave dhe kandilave, që sa vinin e shtoheshin në një ambient ku kishte patur errësirë. Ato i ngjanin atyre hallkave të shumta të një zinxhiri të ndritur, por që për fat keq ne e njihnim pak ose as pak. Mbaj mend gjithashtu se në këtë kohë një mik më thot: "Duhet lexosh patjetër librin e kujtimeve rreth një hoxhe shqiptar që quhet Ali Jakub Xhenkçiler." Edhe pse i ngarkuar me angazhime të tjera, librin e lexova shumë shpejt dhe nuk mund ta harroj se në përgjithësi atë libër e kam lexuar me lot në sy. Ose lotët që më vinin si rezultati i vuajtjeve, sakrificave dhe gjendjes së lartë shpirtërore që e kishin karakterizuar jetën e hoxhës, ose lotët e të qeshurave të mia që ishin rezultat i shakave, humorit, të hollë dhe karakterit prej Arnauti, që Ali Jakupi e shfaqte herë pas here, por gjithmonë me shumë krenari dhe me shumë finesë. Në fakt, leximi i këtij libri u bë një tjetër shtys dhe përgjegjësi për mua, se ja vlente të hulumtoja në fushën e kontributit të hoxhallarëve shqiptar dhe ngjurmët e tyre në dituri dhe në edukim. Pas leximit të këtij libri, mund të them se zinxhiri i ulemave shqiptar fatkeqësisht i kputur në mendjen time, filloi të lidhet përsëri dhe e kuptova se Ali Jakupi është një hallk e fortë edhe dëshmi e pamohueshme e këtij zinxhiri. Të nderuar të pranishëm, sot jemi mbledhur për të përkujtuar dhe për të nderuar jetën e një prej figurave më të shquara të dijes dhe mendimit islam në trojet shqiptare, Ali Jakub Efendiut. Përmes këtij botimi të vyer që hedh dritë mbi jetën, veprën dhe trashëgiminë e tij. Ky libër, i përgatitur me kujdes nga doktor Nezdet Yilmaz, na ofron një udhëtim të thellë në jetën e hoxhës Ali Jakupi, duke ndriçuar rrugtimin e tij që bashkon tre kulme të një trekëndshi të rëndësishëm: Ballkani, Egjipti dhe më pas Turqia. Nëpërmjet këtij rrëfimi ne zbulojmë shumë gjëra, më së të nevojshme për kohën ku jetojmë. Ne zbulojmë për kushtimin e tij ndaj dijes dhe mësimdhënies. Zbulojmë se çfarë kuadrosh, se çfarë margaritarësh kanë nxjerrë këto trojet tona. Zbulojmë përpjekjet dhe gajretin e këtij edukatori për formimin e brezave të rinj. Zbulojmë gjithashtu edhe vetdijen e lartë dhe ndjeshmërinë e hollë që ai kishte ndaj ummetit islam dhe situatave bashkohore që e rrethonin në ato vite. Ali Jakub Efendiu lindi në vitin 1913 në Gjilan të Kosovës, në një kohë sfiduese për shqiptarët dhe për botën islame në përgjithësi. Që në moshë të re ai u dallua për dashurinë ndaj dijes dhe u nis në një udhëtim të gjatë arsimor që e çoi nga medreseja e Gjilanit deri në zemrën e botës islame në El Azhar në Kairo. Ali Jakub Efendiu në Kairo u njoh me rrethet intelektuale trashëgiminë e mendimtarëve osman. Në Egjipt ai pati fatin të dëgjoj, madje të njoh nga afër figurat më të mëdha
të mendimit islam shekullit 20 si Mustafa Sabriu, Zahid El Kauseri, Yozgatli Hasan Efendiu e tjerë, burrat të dijes që ruajtën thelbin e mendimit tradicional islam në një epokë të tronditur nga kolonializmi dhe ndryshimet radikale. Pas kthimit të tij nga Ezheri, Ali Jakupi nuk u kufizua me dijen që kishte fituar për veten, por u përkushtua në mësimdhënie duke ndikuar në formimin e shumë dietarëve dhe personaliteteve të shquara. Ai u shndrua në një mësues të heshtur dhe të palodhur, që ndau dijen e tij në xhami, në shtëpi, në qendra edukimi, duke ndikuar dhe formuar me dhjetra qindra të rinje të reja, nxënës e kërkues dijesh që më vonë kontribuan në të gjithë Turqinë. Ai ligjëroi veprat klasike të dijes islam nga Ihya Ulumuddin, te Medarikut Tenzil e kështu me radhë, nga poezia klasike arabe te thellësia e kelamit dhe belagës. Ky libër që kemi sot në dorë nuk është vetëm një biografi, por është gjithashtu një dëshmi e gjallë e ndikimit të tij në jetën e shumë njerëzve. Përmes kujtimeve dhe rrëfimeve të nxënësve dhe bashkëkohësve të tij, ne mësojmë për përkushtimin, modestinë dhe thellësinë shpirtërore që e karakterizonin Ali Jakub Efendiu. Në këtë libër nuk kemi të bëjmë thjesht me një jetëshkrim, por kemi përpara një kujtesë kolektive, një dritare në histori në një shpirti që i qëndroi besnik dijes, fesë dhe kombit në kohët më të vështira. Ai përkiste një brezi i cili pa buj, pa tituj dhe grada, por me shumë përkushtim dhe moral të lartë, mbajti gjallë zinxhirin e dijes tradicionale islame. Sot, kur ne përballemi me sfida të reja, me krizën e kuptimeve, me varfrinë shpirtërore, me përhumbjen në formë dhe harresën e përmbajtjes, na duhet më shumë se kur të kthehemi tek figura si Ali Jakupi, të kthehemi te përulësia e tyre, te besnikëria ndaj së vërtetës dhe mbi gjitha te kultura e dijes e cila e ndërton njeriu nga brenda. Në përfundim, të gjithë ne, hoxhallar, ligjërues, mësues, profesor apo akademik qofshim, le të marrim shembull nga jeta e Hoxhës Ali Jakub Efendiu për të përkushtuar më shumë në rrugën e dijes dhe në shërbimin ndaj komunitetit. Le të jetë ky libër një frymëzim për të gjithë ne që të ndjekim rrugën e dijes, por me përkushtim dhe për ulësi. Le të jetë ky libër një ftesë për reflektim për kapacitetet tona si shqiptar, për rikthim të rrënjët tona dhe për një ringjallje të frymës së dijes tradicionale, të ngërthyer me urtësi, me butësi dhe me ftesë, cilësi këto që Ali Jakupi i përfaqësonte aq hijshëm dhe aq natyrshëm me të gjithë njerëzit që e njohën nga afër. Zoti e mëshiroft Ali Jakub Efendiun, këtë margaritar të thesareve tona, këtë hallk të fortë të zinxhirit të dietarëve shqiptar dhe ja shumëfishoft atij shpërblimin për qëllimet që pati dhe për kontributet që na trashëgoi neve. Edhe një herë shumë faleminderit dhe shumë respekt për organizimin e këtij eventi me nkrye mikun tim Ramadan Shkodra, një pinjoll i denj i Ali Jakub Efendiut. Po ashtu kam një falënderim edhe për kolegët e mi Behar Kaçeli dhe Aslan Shehu, të cilët kontribuan në përkthimin dhe në pasurimin e këtij libri. Ju faleminderit.